Kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për deputet, Edmond Fetau, po vijon takimet me banorët e qytetit të Vlorës. I shoqëruar nga kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë, Hysni Sharra, Fetau u ndal në zonën te fusha e Druve. Njerëzit nuk kërkojnë favore, por mundësi të barabarta dhe kushte të drejta për të ndërtuar jetën e tyre. Është koha që politika të shërbejë qytetarëve. Voto Partinë Demokratike për shansin e Shqipërisë, thot zoti Fetau. Gjatë takimeve, kandidati Fetau po flet dhe për çështje sociale dhe tregun e punës. Minimumi jetik 200 euro, paga minimale 500 euro e paga mesatare 1200 euro. Nxitje të sipërmarrësve të rinj, nxitje të sipërmarrësve në fushën e teknologjisë, shprehet zoti Fetau. Kandidati demokrat thekson se ristrukturimi i arsimit profesional në përputhje me tregun e punës, vëmendje e veçantë për individët, vëmendje e veçantë dhe ndihmë për familjet me një prind. Kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për deputet, Edmond Fetau, po vijon takimet me banorët të grup seksioneve të rajonit 4 në qytetin e Vlorës, duke dëgjuar shqetësimet dhe problematikat e tyre. Përballë indiferencës së qeverisë, njerëzit kërkojnë ndryshim, shpresë edhe një ekonomi më të fortë për familjet e tyre. Bashkë do të sjellë ndryshimin dhe zhvillimin që meriton çdo shqiptar, shpreh kandidati Edmond Fetau.